Shumë nderuar kryetari i Gjykatës Kushtetuese, shumë nderuar antar të Gjykatës Kushtetuese, edhe pse e di mirë që në fakt kjo është e drejta ime kushtetuese për të qenë këtu, dua t'ju falenderoj me respekt të thellë që më keni dhënë një mundësi të jem sot i pranishëm për ta ushtruar këtë drejtë time, për të dëgjuar përpara jush, po dhe përpara gjithë shqiptarëve. Kam pritur 9 muaj për këto 9 minuta. Betejë ime për të dëgjuar për jush vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyese për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në Gjykatë Kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Por mbi të gjitha, një periudhë denigrimi dhe përpjekje për të heshtur zërin e një të zgjedhurit 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Kjo nuk është thjesht një përpjekje për të denigruar mua. Ky është një përçmim, është një neveri ndaj votës, ndaj gjës më të shenjtë që ka demokracia. Dhe përçmimi ndaj saj në fakt është përçmim ndaj forcës që kanë qytetarët. Është një përçmim ndaj fuqisë që populli i jep Republikës për ta drejtuar në emër të tij. Siç thoshte Martin Luther King, harku i universit moral është i gjatë edhe raskapitës. Po në finale edhe ky hark anon nga e drejta. Ndaj dhe jam sot to përpara jush si kryetar i Bashkisë së Tiranës, qytetit më të madh të kombit tonë, me të drejtën që më kanë dhënë 160.000 vota, qytetar është lirë të këtij qyteti, në fund të këtij harku 9 mujor në kërkim të kësaj drejte. Unë nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohet të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprovë? Demokracinë për cilën si unë ashtu dhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar kur kemi marrë detyrat tona respektive që ta mbrojmë, jo në letër, po me veprim, edhe këtu, edhe sot. Ky mandat nuk është mandat im. Ky mandat është një beslidhje publike. Një kontratë që qytetarët e Tiranës më kanë dhënë me vullnetin e tyre si njerëz të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime. Dhe për mbrojtjen e saj do bëj gjithçka që më lejon ligji, fuqia e mendjes edhe forca e zemrës time. Do ta mbroj deri në fund sepse nuk po mbroj këtu një karrige, por shpirtin e një lidhje të shenjtë midis qytetarit dhe të zgjedhurit të vet. Populli i këtij vendi përmes kushtetutës ka vendosur qartë se askush nuk mund ta ndërpresë mandatin e një të zgjedhurit vendor përpara afatit. Pikë. Përveç se kur ai ka shkruar shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjit. Ky nuk është një zbulim miri, kjo që sapo thash, por është një premtim solemn që Republika e bën ndaj vetes vet, një kufi moral dhe një kufi ligjor, që askush, as unë, as ju, askush nuk duhet ta shkel, ose nëse do ta shkel duhet rrëzojmë përpara themelet e besimit publik mbi të cilat ngrihet vetë shteti ynë. Prandaj me respekt plot dhe solemn për këtë gjykatë, unë pyes sot, cilën shkelje të rëndë kushtetutës apo të ligjit kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë së Tiranës? Përpjekja ime për të mbrojtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës, edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli, është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisat politik, është fuqia që më shtyn ta bëj këtë betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik, apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve, është një bindje e palikundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare, themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga sovran, nga populli pra, të gjithë ne qytetarë politikanë në punës së shtetit edhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar me dorë në zemër për ta respektuar dhe për ta mbrojtur këtë vlerë kaq të lartë. Ne jemi betuar se do mbrojmë demokracinë, jo që do ta përdorim atë për interesat të kohës. Ta ruajmë si pasurinë më të shenjtë të Republikës, jo ta sakrifikojmë për një llogari të vogël të një momenti, për rahati politike apo për urdhra të përkohshëm që bien ndesh me ligjin e përjetshëm të drejtësisë. Kjo është çështja gjyqësore që do përcaktojë një herë mirë, nëse pushteti do t'i përkas ende qytetarëve, apo do t'u merret atyre në mënyrë të fshehtë dhe hileqare, pas perdeve të calura me nene dhe gërma të ligjit.
Nëse ligji do të përdoret për ta mbrojtur demokracinë apo se ligji do të përdoret për ta përmbysur në emër të një formaliteti, të nevojshëm për një moment caktuar. Sepse kur pushteti që buron nga vota tjetërsohet me taktika për ta anashkaluar vetë vullnetin e votës, atëherë besimi ndaj qytetarëve kthehet në një tradhti morale. Pushteti që ata na kanë dhënë për të shërbyer, po përdoret për t'i sunduar, jo për të shërbyer. Me të njëjtat mjeta që i ka vënë dispozicion në fakt për t'i mbrojtur qytetarët. Dhe atëherë, sipas meje, Republika nuk rrezikohet nga asnjë armik i jashtëm, por nga vetë ata që nën betim për ta mbrojtur, po e përdorin për ta nënshtruar. Po citoj: betoja në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e kryetarit të bashkisë dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Ky është një fragment nga formula e betimit tim si kryetar bashkie 3 herë me dorën në zemër i zgjedhur nga qytetarët e lirë të Tiranës. Ndaj sot jam këtu për ta mbrojtur deri në fund betimin tim për t'u bindur kushtetutës. Kontratën time me qytetarët e Tiranës. Një kontratë që ka qenë zemrën time në çdo orë pune, në çdo mëngjes, në çdo mbrëmje, në diell, në shi, në çdo rrugë të shtruar, në çdo kënd lojrash, që kujtohen betejat me pistoleta në kënd lojrash, në çdo shkollë janë rreth 50 të reja, kopshte të çerdhe rreth 110, bulevard, kala, shesh, park që e kanë ndryshuar sot Tirana. Edhe nga ditët e pandemisë kopshme, ku çonin ndihmat izoluarve apo të tërmetit, kur ndërtuam shtëpitë e mira familjeve, i kam qëndruar besnik këtij betimi. Dhe unë këtë betim do ta mbroj edhe këtu sot përpara jush, deri në fund. Sepse unë nuk besoj që ka diçka më fisnike për t'u bërë sot, dhe diçka më frymëzuese për një njerëz që i shërben publiku, që është në angazhimin e jetës publike, se sa ta mbroj besimin që i është dhënë me votë të lirë të qytetarëve të lirë. Besimin për drejtuar jo vetëm kryeqytetin e Shqipërisë, një punë administrative, por kryeqytetin e të gjithë shqiptarëve, një punë jashtëzakonisht simbolike, një qytet që rre me pulsin e gjithë kombit tonë. Dhe kur beson që ke dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largohen nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më thyenin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyerja më e rëndë e jetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. 2 padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësia nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuash, citoj, Erion Velia e ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Velia, por është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend dhe në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë. Ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Nëse është diku që mund të ankohet për mungesë time, është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty ka marrë mungesë 10 vjet rresht teksa përgjigj detyrës i shërbeja këtij qyteti. Ata i kam takuar, djalin tim e kam takuar më shumë në Burg se që kam takuar në Liri. Ku e lija në gjumë dhe e gjeja në gjumë për shkak të kësaj detyre dhe këtij përkushtimi. Fort e nderuar, antar gjykatës kushtetuese, që nga dita e parë kur betova në vitin 2015, si kryetari i Bashkisë Tiranës, jeta ime është bërë njësh me këtë qytet. Kush jeton në Tiranë e di këtë nga përvoja personale. E kam drejtuar me gjithë forcën time shpirtërore, mendore, fizike, pa kursyer asgjë nga vetja. Ky qytet në fakt ka qenë familja ime e madhe. Unë nuk pretendoj se çdo gjë e kam bërë mirë, dhe ndoshta nuk është ky momenti për të folur për këtë. As që çdo gjë që kam dashur të bëj kam arritur ta bëj. Por një gjë e di me siguri, askush nuk mund të më akuzoj se nuk kam qenë në krye të punëve të këtij qyteti dhe detyrës time të shenjtë. Sepse kush thotë se unë kam munguar, fyen inteligjencën e gjithë qytetarëve të Tiranës që ma kanë besuar 3 herë me radhë, pikërisht sepse e pan me sytë e tyre për kushtimin tim, dashurinë për punën edhe për këtë qytet. Punë nga e cila më shkëputën pa drejtësisht dhe pa besisht. Ata që donin të më shinin me pranga në duar dhe jo me lopatë në duar. Që nuk donin këtë tipin që thashë unë, Lalieri në atë zyrë, sepse ajo zyrë është e bërë simbolin dashurie për qytetin, për punën, energjie pozitive, të pafundme, një qendër e optimizmit për gjithë kombin tonë. Mund ta burgosësh një njerëz, po siç jam unë në rastin konkret, por nuk e burgos dot vërtetën e tij.
edhe të vërtetën që ulëret. E vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kërnet. Por pasojë një izolimi të imponuar nga shteti. Përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime, a mund të vazhdoj 2 minuta? Një izolimi të imponuar nga shteti përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime dhe zell persekutues që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provoj çdo fajsi. Si mund quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatuar edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. A mos vallë duam që ta legjitimojmë idem se çdo funksionar i zgjedhur mund të largohet nga detyra përmes një arrestimi të përkohshëm, pa vendim fajësie, duke ja marrë popullin mandatin që ai vetë ja ka dhënë këtij individi? Nëse kjo pranohet, atëherë ta themi hapur sot, çdo mandat i zgjedhur nuk është më një garanci e sovranitetit qytetar, por është një leje, është një patent, është një licencë që mund të hiqet në çdo kohë në varësi të vullnetit politik. Nëse ne pranojmë një gjë të tillë, atëherë parimi i prezumimit pafajësisë e humbet totalisht kuptimin. Dhe ndëshkimi pa vendim gjyqësor do të kthehet në një praktikë të zakonshme. Mjafton të arrestosh dikë dhe fare mirë e qiron nga puna apo detyra, misioni apo vota që ka marrë. Kjo do të ishte një rrëshqitje rrezikshme nga shteti i drejtës tek shteti i paragjykimit. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi njerëzore, por është një kontradikt e hapur kushtetuese, sepse më ndëshkon për një fakt që nuk është as veprim, as shkelje, por është një gjendje e imponuar, me forcën disproporcionale të vetë këtij shteti që më kërkon llogari pse nuk vi pasi më ka privuar lirin. Në finale, e nderuar gjykat, nëse pranohet që një kryebashkiak i zgjedhur me votën e popullit mund të hiqet nga detyra pa vendim të formës prerë, atëherë nga nesër çdo qytet, çdo bashki dhe çdo mandat popullor mund të bie prej vendimeve politike të momentit. Në atë çast, zgjedhjet e humbasin kuptimin, vota e humbet peshën, sovraniteti qytetar zvendçohet nga vullneti i atyre që duan të sundojnë në emër të ligjit, por duke përmbysur vetë ligjin. Kjo nuk është demokraci. Kjo në fakt është përmbysje e demokracisë. Ky nuk është një prezumim pafajësie, por është një prezumim fajësie. Dhe aty ku pafajësia zvendçohet nga paragjykimi, drejtësia pushon se ekzistuari. Në finale, ajo që duhet t'ju them është se nuk jam këtu për të kërkuar një mëshirë ose një privilegj. Vi për të kërkuar këtu drejtësi kushtetuese. Drejtësia është mburoja morale dhe fundore e Republikës tonë. Ajo që mbron rregullin dhe që na mban bashk si shoqëri. Ajo që e ndan shtetin e drejtës nga shteti i frikës, ligjin nga arbitrariteti dhe Republikën nga çdo formë sundimi. Në këtë moment vendimtar, fjalët e fundit, ju nuk jeni thjesht një gjykat që po shqyrton një shkarkim të një nga 61 kryetarët e bashkive. Ju jeni, siç e ka përshkruar Alexander Hamilton, një nga ethrit themelues të SBA-ve, trupi ndërmjetës midis popullit dhe pushtetit. I krijuar për ta mbajtur pushtetin brenda kufive që ka caktuar kushtetuta. Kur pushteti te kalon veten, kur vullneti politik kërkon të zvendçojë ligjin, vetëm gjykata juaj kushtetuese ka fuqinë dhe detyrën ta ndalojë. Vetëm kjo gjykat mund ta rikthejë shtetin në binar të kushtetutës dhe ta mbrojë qytetarin nga abuzimi i pushtetit që ai vetë ja ka dhënë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju uroj një punë të mbarë.